Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar pak ngjarjet edhe dinamikat që po ndodhin në Big Brother VIP Kosova. Një luftë e madhe në fakt ka nisur, një luftë e frikshme mes Labit, Elionës edhe Benitës. Por si që duket, edhe shoqëria e treshi për sheshit në këtë mes Londrimi, Klodiani dhe Eliona po përjetojnë përçarjet e tyre. Ju e dini shumë bukur që brenda shtëpisë së Big Brotherit ka hyrë një zar fizi. Një zar fizi që dyshohet të jetë për Labinotin ose për Elionën, do me thënë një nga këto zar fatezi. Tani, unë mendoj që ky zar fizi është për Labinotin, pasi që Labinoti ka prekur jashtëzakonisht shumë familjen e Elionës, gjë e cila në fakt u përfol tepër edhe nga babai i Elionës, i cili tregon për këtë historikun e Labinoti që ka qenë një bullgar, do me thënë fatkeqësisht nuk është e bukur kjo, Rahovecasit i quan si bullgar. Banorët kanë filluar që të grinden jashtëzakonisht shumë brenda kësaj shtëpie. Tani nuk e di se çfarë e sjellën këtë grindjen. E sjellën fakti që duhet të përzgjidhet njëri prej finalistëve dhe janë në këto emocionet, apo thjesht do me thënë kanë arritur në atë pikë që nuk e durojnë dot njëri tjetrin. Benita ka dalë krejtësisht jashtë kontrollit, mbrëm gjatë gjithë natës në një farë mënyre ka kërcënuar Labinotin, nuk e ka lënë rahat dhe siç duket Benita dëshiron që të akmeret kundër drejt Labinotit, sepse Labinoti i tha që ti të gjithë këto botokse që i ke bërë në trup dhe në fytyrën tënde i ke bërë me sponsora. Do të thënë ka qenë kjo në fakt fjala që Labinoti i ka thënë Benitës. Dhe mbi të gjitha është Benita ajo e cila e ka komentuar këtë gjë brenda asaj shtëpie. Pritet që të prishet marrëdhënia mes Klodianit edhe Londrimit. Çfarë mendoni se do të ndodh mes tyre brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova?